Çelja e sezonit veror në Himar bëri bashkë më shumë se 20 piktorë të mirënjohur nga vendi dhe rajoni në koloninë e artit, ngjyrat e Himarës, të cilët nëpërmjet panelit hodhen në telajo bukuritë natyrore dhe historike të qytetit. Jo vetëm kaq, por pati edhe punime me mesazhe brenda për mos ndotur detin me mbeturina. Atëherë jam një karikaturist, artist nga Tirana, që përfaqësoj karikaturë me ekspozita, por unë marr pjesë edhe nga bashkia për pjesën e pikturave, pjesën e pjesëmarrësit, dhe unë kam paraqitur një pjesën e Himarës, pjesën time të copës karikaturës për të dhënë tematikën me ambientet që mbajt mjedisi pastër. Dhe unë kam realizuar pjesën e detit dhe pjesën e zemërimit nga peshë, që pse më zënë vend plerat. Kjo është shumë e trajtuar si mesazh, kjo është procesi që po bëhet punës dhe e pasqyroj është ndodhen. Dhe janë disa raste që aksidentalisht dhe mund të hirën dhe me qëllimisht ekzistojnë njerëz pa kujdesshëm që mund të dalin nga makina dhe i hedhin shishet kudo që u kam parë dhe nga pjesa e jugut, por ky është mesazh që unë protestoj me anë të figurës dhe për të parë nga shikuesit dhe për të treguar dhe që duhet mbajt pastër. Interes të jashtëzakonshëm sollën edhe ekspozitat Himara në vite dhe thënie nga Lord Byroni e Petro Marko, të cilat u sollën nën kujdesin e drejtorisë së arkivave, duke shpalosur fakte historike dhe kulturore rreth zonës. Turistik në Himar, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivit të Shtetit risjell një ekspozitë me dokumenta arkivore të ndryshme, kryesisht grimca arkivore në lidhje me Himarën e viteve 20-24, shumë dokumenta të bukura, të ekspozuara për herë të parë. Kemi dokumenta si dokumenta të bashkisë, dokumenta të institucioneve të ndryshme, por njëkohësisht kemi edhe foto të ndryshme që pasqyrojnë kryesisht jetën urbane të zonës Himarës, kryesisht atyre viteve. Deti është atraksioni kryesor i Himarës dhe sigurisht sportet ujore u përfaqësuan nga Drini Times, i cili udhëtoi nga Shiroka për të realizuar stand-up paddle. Është një eksperiencë shumë interesante që me punu në transfert edhe me pru në Himar eksperiencën e Shirokës. Në fakt, këtu ka një tjetër tipologji të pejsazhit edhe shohim pak sa sfida, por edhe gjëra shumë interesante të cilët e bëjnë këtë vend shumë atraktiv. Ne kena ardhur këtu si skuadër për me marrë pjesë të ky eveniment shumë i këndshëm, edhe kena një grup fëmijësh edhe banorësh të cilët po shohim se kanë një energji të jashtëzakonshme që po e transmetojnë. Menduam se kena ardhur me një duke për mu relaksu, në fakt kena ardhur edhe ky grup trish është një energjik sa që po na bën për me kenë të ankohen të vëmendshëm në mënyrë që me rujt standardet e sigurisë. Himara, krejt në formë, krejt vendi lezetshëm, krejt vendi bukur. Është një perlë. Faleminderit.